Mirë, do vjojmë të flasim për zhvillime të tjera nga Prokuroria e Posaçme. Në fakt, ditën e sotme organi i akuzës speciale ka thirrur deputetin e Partisë Demokratike Xhelal Mziu. Për më tepër detaje do të jemi në një komunikim të drejtpërdrejtë me kolegun ton Eni Ferati. Eni, të përshëndes. Cilat janë arsyet që deputeti i Partisë Demokratike Mziu është paraqitur në SPAK? Dim që kjo nuk është hera e parë që ai është thirrur, apo jo? Përshëndetje Ujeza, prej më shumë se 25 minutash, deputeti i Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, një herë ish kryetari i Bashkisë së Kamzës, ndodhet në ambientet e Prokurorisë Posaçme. Ai është paraqitur pa një avokat i vetëm. Nuk është hera e parë që zoti Mziu paraqitet në SPAK, në mos gaboj kjo është hera e tretë ose e katërt që ishte zyrtari i lartë lokal, por dhe deputeti i Partisë Demokratike njëkohësisht gjatë viteve të fundit paraqitet në ambientet e Prokurorisë së Posaçme, atje ku poshtë kemi arritur të mësojmë që ndaj tij janë depozituar disa kallëzime, ndërto vetë zoti Mziu në një prej daljeve gjatë paraqitjeve të mëparshme në SPAK ka pranuar që është pyetur në cilësinë e personit që ka dieni lidhur në disa procedura tenderimi, një kallëzim i cili ishte depozituar nga këshilltarët bashkiak të Bashkisë Kamzës për të në SPAK, ndërkohë që nuk dihet nëse ka çështje të tjera që lidhen me detyrën aktuale të zotit Mziu si deputet, apo sa i takon detyrës së mëparshme pra si kryetari i Bashkisë së Kamzës, të cilat kanë bërë që zoti Mziu të paraqitet në SPAK, po ashtu ai është paditur më herët edhe për shpifje nga deputeti socialist Agron Malaj në gjykatën e Posaçme, por që kjo çështje u pushua nga ana e GKK-s dhe nuk ka lidhje me paraqitjen e zotit Mziu gjatë ditës së sotme në Prokurorinë e Posaçme. Mbetet për të parë Ujeza nëse zoti Mziu do të ndajë diçka me median apo do të shprehet lidhur me paraqitjen e tij, me sa duket të shpeshtë tashmë në Prokurorinë e Posaçme. Ndërkohë Eni, sot ka pasur edhe zhvillime sa i takon çështjes në ngarkim të kryebashkiakut socialist VAU-TD-s zoti Kristian Shkreli, cilat janë ato? Vion procesi në GKK për kryetarin e Bashkisë së VAU-TD-s, Kristian Shkreli, akuzuar dhe marrë pandehur për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ditën e sotme kanë qenë radha e dëshmitarëve të tjerë të kërkuar nga SPAK për të dëshmuar në këtë proces, ashtu si dhe dëshmitarët e parë edhe dëshmitarët e ditës së sotme kanë mbrojtur kryetarin e Bashkisë Kristian Shkreli, le të themi që ato kanë deklaruar se nuk janë ndjerë as të orientuar, as të detyruar qoftë për të votuar për Partinë Social Demokrate dhe nuk janë detyruar apo të orientuar për të marrë pjesë në aktivitetet politike, mitinget që zhvillonte kjo forcë politike para zgjedhjeve të 11 majit, po ashtu kanë dëshmuar krahas banorëve të fshatit Stojc, kanë dëshmuar edhe zyrtarët e tjerë, ndërto specialisti i urbanistikës në Bashkinë e VAU-TD-s, i cili ka folur për procedurat që janë ndjekur për të rregulluar linjën elektrike, pasi banorët ankoheshin se nuk ishte energji elektrike, po ashtu ka dëshmuar edhe një punonjës i OSHE-s në zonën e VAU-TD-s, i cili po ashtu ka folur për procedurat që janë ndjekur për të rregulluar amortizimin e linjës elektrike, e po ashtu edhe prokurori i SPAK i kësaj çështje Dritan Premçi ka arritur që të pyes dhe të lexojë dhe disa përgjime që janë administruar para zgjedhjeve të 11 majit të vjetshme, ku SPAK kanë ngritur dyshimet se nga këto komunikime telefonike duket sikur banorët e VAU-TD-s e kryesisht të fshatit që kishte probleme me linjën elektrike janë orientuar për të votuar për Partinë Social Demokrate, ndërto ka dëshmuar ditën e sotme edhe një përfaqësuese lokale e partisë pikërisht në zonën e VAU-TD-s, ku ajo ka deklaruar se djemtë e saj kanë mbështetur publikisht gjithmonë Partinë Social Demokrate të Tomdoshit, ndërkohë që seanca u shtyp për një datë tjetër ku do të jetë radha e disa dëshmitarëve të tjerë të kërkuar nga SPAK për të dëshmuar në këtë proces, më pas do të jetë radha e mbrojtjes dhe avokatëve të Kristian Shkrelit për të kërkuar dhe ato dëshmitarë dhe provat shkresore që ata mendojnë pasi nuk e kanë pranuar asnjëherë këtë akuzë, duke pretenduar pafajësi për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje. Po, e qartë. Eni, të falenderoj për të gjitha informacionet që na përcollën.